Allahu e ka bë halal tregtin. Kur tregtia bëhet haram, kur fitimi yt bëhet haram, drejtohet besimtari në bank dhe merr kredi. Po mirë që nuk po marrim kamat, na i gjeti, mi gjenja 5.000 euro, unë nuk marr kamat. Allahu të garanton. Kur garanton Allahu, a mund të ndodh ndryshe? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall kemi hyrë së bashku në një kapitull të ri, i cili është mjaft i rëndësishëm, i cili është shumë i dobishëm, i cili duhet të jetë parasysh, duhet të njihet, duhet ta di besimtari atë në mënyrë që në jetën e tij mos t'i kalon kufit Allahut azza wa jall, mos të bie në ndonjë gjë që e hidhron Allahun azza wa jall. Kemi hyrë së bashku në kapitullin e tregtisë, në kapitullin e shitblerjes, një temë, një çështje e madhe e cila ka të bëjë thuajse me të gjithë neve. Secili i cili punon, secili i cili angazhohet, secili i cili fiton, është shumë e rëndësishme që fitimi i tij të jetë i pastër, puna e tij të jetë halal, atë me të cilën ushqehet, e ushqen familjen, i ushqen fëmijët e tij, i jeton, e gjitha ajo të jetë halal. Andaj feja Allahut azza wa jall, Kurani dhe Suneti, argumentet e sheriatit na bajnë me dije gjitha ato gjëra, gjitha ato rregulla se si ne duhet të veprojmë në lidhje me një gjë të tillë, si të jetë puna jon halal, si të jetë tregtia jon halal, si të jetojmë ne në atë mënyrë pastër, ashtu si Allahu azza wa jall është i kënaqur. Kemi përmendur që tregtia, shitblerja në esencë sipas fesë së Allahut azza wa jall është halal. Pra tregtia në Islam, çfarë hukmi, çfarë dispozite ka? Tregtia në Islam në esencë është halal. Tregtia në Islam është e lejuar. Shitblerja në Islam është e lejuar. Don me shit ti një gjë, është e lejuar. Don me ble ti një gjë, është e lejuar. Pra në esencë shitblerja, tregtia në përgjithësi është e lejuar. Përveç në raste të caktuara kur ajo kalon në shkallën e haramit, kur ajo bëhet e ndaluar. Tregtia është e lejuar, ndërsa në raste të caktuara ajo kufizohet me kufit Allahut azza wa jall që mos të kalon në haram. Kur tregtia bëhet haram, Allahu azza wa jall tha në Kur'an: "Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Allahu e ka bë halal tregtin.
tregtia në Islam është halal. Wa harrama riba, dhe e ka bë haram kamatën. Kur tregtia, kur shitblerja, kur puna jote, kur fitimi yt bëhet haram, tregtia bëhet haram. Në përgjithësi arsyet kryesore që e bajnë tregtin, shitblerjen haram janë 4 arsye. Për shkak këtyre 4-ve ka mundësi që tregtia të bëhet haram, shitblerja të bëhet haram, fitimi të bëhet haram, për shkak këtyre 4 arsyeve. Arsyeja e parë, shkaku i parë, i cili ndoshta është edhe më i rrezikshëm se të gjithë, është shkaku i kamatës. Tregtia është e lejuar, mirë po kur ajo përzihet, kur ajo në te përmban kamat, atëherë ajo tregti bëhet haram. Megjithëse se ka mundësi produkti të jetë halal, ajo e cila shitet të jetë halal, ajo e cila blehet të jetë halal, mirë po shkaku i kamatës bëhet haram. Dhe kamata është një prej gjunaheve më të mëdha, një prej gjunaheve më të rrezikshme, e që fatkeqësisht një prej gjunaheve më të përhapura në mesin e njerëzve. Allahu Azza wa Jall thot: "Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Allahu e ka bë halal shitblerjen dhe e ka bë haram kamatën. Kamata është haram, kredia që e merr njeriu është haram, megjithatë sa prej njerëzve drejtohen në raste të caktuara për zor, apo për një gjysmë zori, apo për një gjatë të quajtur zor, e cila në realitet nuk ka asnjë lloj zori, drejtohet besimtari në bank dhe merr kredi dhe merr kamat, dhe kjo është një prej gjunaheve më të mëdha, prej gjunaheve më të rrezikshme, duke haruar hidhrimin Allahut Azza wa Jall, duke haruar dështimin e asaj të cilën e ka marrë. Thot Allahu në Kur'an: "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allahu e humb bereqetin prej kamatës. Ti merr kredi dhe i fut në tregti. Ti merr kredi, i fut në biznes. Ti merr kredi, ndërton shtëpi. Ti merr kamat, bën darsëm. Ti merr kamat dhe mendon që nëpërmjet saj do të ecësh përpara. Allahu të garanton. Të garanton. Kur garanton Allahu, a mund të ndodhë ndryshe? Allahu të garanton. Yamhaqullahu riba, nuk ka bereqet. Allahu e humb, e zhduk bereqetin nga kamata. Wa yurbis sadaqat, dhe jep bereqet nga sadakaja. Mirë po ai i cili merr kredi, ai i cili merr kamat, her do kur sa do që të vonohet, do t'i sheh sherin asaj. Kanë thonë dietarët, ka mundësi që damin, sherin e saj e sheh që në vitin e parë. Në vitin e parë, dje i ka marrë, pas një kohë e kupton që ka ndodhi. Pas 2 viteve, pas 3 viteve, disa nga selefi kanë thonë, mas së shumti brenda 40 viteve, njeriu do t'i kthehet dami i kamatës të cilën e ka marrë. E nëse jo, mos të flasim sa është dami, sa është dënimi i saj në ditën e gjykimit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ijtanibu sab'al mubiqat", largohuni nga 7 gjunahet shkatruese. Gjunahet janë shumë, haramet janë shumë, 7 prej tyre janë shkatruese. E shkatrojnë njeriun, e shkatrojnë jetën e tij, fenë e tij, e rrezikojnë besimtarin. Ruajuni nga 7 gjunahet shkatruese. Në mesin e këtyre 7-ve, kamata, ngrania e kamatës, ngrania e kredis,
kur besimtari merr prej saj. Sa është e rrezikshme, rreziku është i madh. Megjithatë, ti do ta gjesh sot një frymë e cila do të kundërshton qoftë me fjalë apo ndoshta së paku me mendje se ti hoxha, ti e ki lehtë me fol. Do shumë interesant që njerëzit reagojnë në këtë mënyrë se ti e ki lehtë me fol. Cili është dallimi ndërmjet meje edhe teje? Apo do t'i shohësh disa të cilët do të reagojnë në një numër dhe këta ndahen në dy kategori. Ti flet kundër kamatës. Për çfarë arsye? Për shkak se Allahu e ka bë haram. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta ka tërheq vërejtjen dhe në këtë rast do t'i gjesh dy kategori të cilët do të kthehen kundër teje. Kush janë ata? Një kategori janë ata që s'janë musliman fare. Ai nuk është musliman, është katolik, është ateist, është beson, nuk beson ndoshta fare, e ka besimin e tij të gabuar, të devijuar, dhe ai do të reagon me njerë se ju fetarët, ju hoxhallarët, ju nuk keni lënë asgjë njerëzve, nuk ju keni lënë zgjidhje, si do të jetojnë njerëz në këtë kohë me një rrogë të vogël pa marrë kredi dhe mundohen me paraqit në atë mënyrë. Çka themi? Ne në këto raste kur flasim edhe në xhami, po edhe jashtë xhamie, në shumicën e rasteve nuk flasim për këtë kategori fare. Na nuk jemi duke ju drejtuar krishterëve apo ateistëve apo të tjerëve se kamata është haram. Nuk ju flasim atyre. Për çfarë arsye? Po atyre duhet ju flasim tema tjera. Atyre duhet ju tregojmë që Isai a.s. nuk është Zot, jo kamata. Isai nuk është Zot. Isai a.s. nuk është biri i Zotit. Isai a.s. është njeri thjesht pejgamberi Allah. Ju që besoni në Trinitetin jeni në devijim të thellë. Ju që nuk e besoni ahiretin jeni në një bindje të devijuar të largët. Ju e kështu me radhë deri kur? Deri të mbrim pastaj të kamata. Mirë, po ndërhin në tema të besimtarve, të islamit. Ti flet për namazin, ata reagojnë. Ti flet për agjërimin, reagojnë. Ti flet kundër kamatës, reagojnë. Për çfarë arsye? Atyre ju pengon çdo gjë islame. Mirë, po kjo është një temë tjetër. Kategoria e dytë kush janë? Kategoria e dytë janë ata të cilët janë musliman. Musliman. A e beson Kur'anin? Po. A e beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Po. Çka thot Allahu në Kur'an? Allahu në Kur'an të tregon që kamata është haram. Ti si musliman, nëse e bën, nëse e vepron si gjuna, ki gjuna të madh, mirë, po spaku nuk guxon me kundërshtua. Spaku nuk guxon me reagua. Ti mundesh me thonë, kjo është me gjithë se është gjuna i madh, po ti mundesh me thonë që është haram i madh, është gjuna i madh, unë kam gabuar, kam marrë, Allahu ma falt, ma nuk marr asnjëherë. Kjo së paku është një lloj spaku, ajo paraqitja që i takon një besimtarit gjunahçar. Ajo që i takon një besimtarit mëkatar, mirë po, jo me reagua kundër, sikur ne po flasim për vetveten apo për çështjet tona private dhe disa prej atyre do të paraqiten dhe do të thonë hoxha, po mirë që nuk po marrim kamat, na i gjej ti. Dhe i sheh pastaj sa prej njerëzve, njëri thotë hoxha, mi gjenja 5.000 euro, unë nuk marr kamat. Tjetri, hoxha, mi gjejti mu një 10.000 euro që unë nuk po na nuk po flasim për vete, tja merr kamata, nuk merr kamat, nuk ka të bëj me hoxhën, ka të bëj me imanin tant. Me islamin tanë, ti rrezikohesh në fen të andën dhe Allahut azza wa jall. Mi gjeti hoxha. Subhanallah. Dhe ne tash do t'u agjejmë krejtve që kanë nevojë, mos marrin kamat, na do t'u agjejmë. Na nuk jemi të asaj kategorie të ati rangu, na e kemi obligim t'u paraqesim njerëzve mesazhet, argumentet e fesë Allahut azza wa jall. Allahu thot në Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithet e tij, ne e përcjellim dhe në çdo gjuna që ne do ta përcjellim që është gjuna, që është haram, nuk mund të shkohet në atë kategori, po
po qaune nuk e baj ma gjetë ti zgjidhjen. Se ne sikur të ishte ajo mundësi, sikur, po ne nuk e kemi atë mundësi. Ne kemi përgjegjësinë kryesore të ju tregojmë njerëzve, me pas mundësi ti ndihmojmë, pse jo, ajo është edhe më mirë. Po ku ta gjejmë atë mundësi? E tash çfarë? Tash mos të flasim. Tash ne, nëse flitet për gjuna e tjera, tash ne do të themi vjedhja është haram. Vjedhja është haram. Allahu e ka ndaluar. Po mirë hoxha, nëse do ti unë mos vjedh, mi gjeti unë nuk po vjedh. Po nuk zgjidhen çështjet në këtë mënyrë. Unë ndoshta nuk mundem me t'i gjetë, dhe në realitet nuk mundem me t'i gjetë. Ama vjedhja është haram. Kamata është haram. Kredia është haram. Këto janë gjunahe të mëdha shkatërruese. Çka i takon besimtarit? Ai i cili nuk ka ra në këtë gjuna, duhet të ruhet në maksimum. Asnjëherë mos të jetë zgjidhje. Asnjëherë në jetën e tij mos të jetë zgjidhje të drejtohet për në bank dhe të merr kredi. Asnjëherë. Ai i cili ka ra në një gjuna të tillë duhet të pendohet tek Allahu Azza wa Jall. Jo të mundohet të kundërshton, jo të reagon, nuk reagon kundër njerëzve, reagon kundër fjalës së Allahut Azza wa Jall. Andaj kamata është e para, si arsye, si sebeb, e cila çdo gjë e ban haram. Tregtia është halal, nëse në tek ka kamat, bëhet haram. Çdo shitblerje është halal, nëse në tek ka kamat, është haram. Cila është kamata? Në salloje është kamata. A mund të ketë kamat në mesin e njerëzve që njerëz nuk e vrejnë? A mund të shkojnë njerëzit të blejnë në vendet të caktuara ku shkruan pa kamat, e në realitet brenda në hollësi a ka kamat ajo? Të gjitha këto janë çështje të rëndësishme që ne me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me gjitha ato arsye që shitblerjet tona mund të kalojnë prej halalit në haram, duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ruan nga shitblerjet e ndaluara, nga tregtia e haramit, nga kamata dhe nga çdo gjuna tjetër. E lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që mundohemi të punojmë në halal, të fitojmë në halal, të ushqejmë familjet tona edhe fëmijët tanë me halal, e Allahu të na mundson të jetojmë ashtu si Allahu është i kënaqur. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.